Duken që ka vazhduar tensionet e parë në skuadrën e Liverpoolit. Gjatë stërvitjes së ditës së sotme, stërvitja e fundit për sa i përket skuadrës së Liverpoolit përpara ndeshjes asaj me Paris Saint-Germain, një nga ndeshjet më të rëndësishme, ka vazhduar dhe konflikti. Gjatë stërvitjes ka pasur një konflikt midis Mohamed Salah dhe Alexander Arnold. Ju le të shikoni video. Shikoni tash. Tash është pamja më e qartë. Është për të kujtuar që të dy lojtarët janë shok shumë të mirë, por mënyra si shkon Mohamed Salah në një mënyrë paqësore duke bosjeshu, por përgjigjja e Arnold duket një përgjigje sikur ka një konflikt midis dy lojtarëve. Ndoshta mund të jetë tensioni, emocioni përpara ndeshjes. Leni koment është për të kujtuar që të dy janë shok dhe të dy janë në fund kontrate. Komentoni mendimin tuaj sipas kësaj video që pat, a është një diçka momentane apo është një diçka që mund të ndikojë në ndeshjen e ditës së sotme.